Edhe banorët e fshatit Imsht në Bubullim të Lushnjës janë ngritur në protestë kundër ndërtimit të një kompleksi fotovoltaik, i cili u zapton tokat me dokumente pronësie të pavlefshme. Personi që synon të ndërtojë kompleksin fotovoltaik duke ushtruar edhe presione nga banditë të armatosur dhe i mbështetur nga policia është Elton Çekrezi, pronari i kompanisë Natyra Energy SHPK. Ai pretendon se ka marrë leje për këtë investim, por dokumenti që po publikon pamfleti dëshmon se leja e ndërtimit nuk i është miratuar, madje projekti ka kërkuar të regjistrohej si investim strategjik. Me vendim numër 23/4 datë 6 qershor 2023 të firmosur nga Edi Rama, Komiteti i Investimeve Strategjike ka vendosur që kompanisë Natyra Energy SHPK të mos i jepet leja për objektin investues impjant agrivoltaik me fuqi 120 MW. Dy arsyet zyrtare për refuzimin e investimit. Sipas vendimit firmosur nga Edi Rama, projekti është refuzuar sepse ndalohet nga ligji numër 111/2012, pasi parashikohet të zhvillohet në zonën e bregut të lumit Seman ndërmjet vijës ujore të lumit dhe argjinaturës gjatësore të zonës së banuar ku nuk lejohet asnjë lloj ndërtimi. Projekti u refuzua gjithashtu për faktin se investimi mbivendoset me projektin e gasjellësit Trans-Adriatic Pipeline TAP, në gjurmën e të cilit janë të ndaluara ndërtimet e të gjitha llojeve nga secila anë e aksit qendror të tubacionit që përfshin zonën e sigurisë. Mashtrimi me pronësinë e tokës dhe denoncimi i deputetit Erion Braça. Tokat ku Elton Çekrezi synon të ndërtojë impjantin fotovoltaik janë pasuri e shtetit dhe e banorëve. Fakti denoncuar edhe nga deputeti Erion Braça, i cili deklaroi: "Po grabitet toka publike për panele diellore në Imsht të Lushnjës nga një person që mbështetet nga policia dhe nga një deputet i zonës i lidhur me këtë investim." Pronari i kompanisë pretendon se ka dokumente për blerjen e tokave, por edhe me vendim gjykate të formës së prerë është vërtetuar se tokat janë në pronësi të shtetit dhe të banorëve të fshatit, si edhe se toka në zonën e gasjellësit TAP nuk mund të tjetërsohet. Në protestën përballë banorëve, Elton Çekrezi nuk u paraqit me dokumentet e kompanisë Natyra Energy SHPK, së cilës i është refuzuar leja e investimit, por me kompaninë Sanex Power SHPK të krijuar prej tij më 20 shkurt 2025 me kapital 1 milion lekë dhe pa asnjë punonjës. Ku do t'i gjej 109 milion euro për investimin fotovoltaik? Duke qenë se Elton Çekrezi kumgul të realizojë investimin e kompleksit fotovoltaik edhe me forcë, lind dyshimi se fondet janë siguruar tashmë. Ky fakt përbën indicie serioze për antikrimin ekonomik, SPAK-un dhe BKH-n që të hetojnë burimin e 109 milion eurove të nevojshme për këtë investim, pasi kompania Natyra Energy ka vetëm 100 lekë kapital dhe nuk kryen aktivitet ekonomik real. Por më tepër, kjo kompani ka ndryshuar emrin 3 herë, ka pezulluar aktivitetin vetëm një muaj pas krijimit dhe e ka rihapur në korrik 2022, pikërisht kur kërkoi lejen për kompleksin fotovoltaik, ndërkohë që nuk ka asnjë punonjës dhe nuk ka depozituar bilance tatimore për vitet 2022-2025. Vendimi i fundit i gjykatës kushtetuese të Malit të Zi për të rikthyer në jurisdiksionin e drejtësisë vendore konfliktin për resortin Zveti Stefan shënon një kthes kritike në një nga betejat më të ndërlikuara ligjore dhe ekonomike që ka përfshirë shtetin malazez që prej shpalljes së pavarësisë. Në qendër të kësaj përplasje qëndron kompania Adriatic Properties, një entitet i regjistruar në Mal të Zi, por që kontrollohet nga grupi greko-izraelit Restis Group me interes të fortë në menaxhimin dhe zhvillimin e turizmit luksoz në rajon. Çfarë është Zveti Stefan dhe se ka rëndësi? Zveti Stefan është një ishull i vogël i lidhur me tokën nga një riprëre, një simbol kartoline për Malin e Zi dhe një atraksion turistik i nivelit të lartë që për dekada ka mirëpritur mbretër, president dhe yje ndërkombëtar. Në vitin 2007, si pjesë e përpjekjeve për të tërhequr kapital të huaj, qeveria malazeze i dha me koncesion për 30 vjet resortet më ekskluzive të vijës bregdetare, Zveti Stefan, Villa Miloker dhe Kralicina Plaza, kompanisë Adriatic Properties. Marrëveshja u prezantua si një sukses i madh ekonomik dhe diplomatik, investime miliona euroshe, menaxhim nga zinxhir botror si Aman Resorts dhe një premtim për një Mal të Zi ekskluziv dhe elitar në turizëm. Si nisi përplasja, problemet nisën gradualisht, pretendime për mbylljen e plazheve për publikun, mungesë transparence mbi investimet, mos përmbushje të kushteve kontraktuale, por edhe tensione politike. Në vitin 2021, qeveria malazeze vendosi të anullojë një anshëm marrëveshjen me Adriatic Properties, duke akuzuar kompaninë për shkelje të kontratës dhe për bllokim të aksesit të publikut në plazhe që historikisht ishin pjesë e trashëgimisë kombëtare. Kompania nuk e pranoi vendimin dhe paditi shtetin në arbitrazh ndërkombëtar në Londër, ndërsa nisi edhe procedura në gjykatat e Malit të Zi për ta mbrojtur kontratën. Vendimi i gjykatës kushtetuese kthim në bazë. Me vendimin e datës 9 shkurt 2026, gjykata kushtetuese e Malit të Zi pranoi ankesën e Zveti Stefan Hoteli, Budva, nën kontroll të Adriatic Properties dhe rrëzoi qëndrimin e mëparshëm të gjykatës së lartë, e cila kishte refuzuar të shqyrtonte çështjen duke u thirrur në klauzolën e arbitrajit
arbitrazhit ndërkombëtar në kontratë. Argumenti i kushtetueses ishte i qartë. Gjykatat malazeze nuk mund të heqin dorë nga juridiksioni i tyre vetëm për faktin që një palë ka lidhje ndërkombëtare. Palët janë të regjistruara në Malë të Zi. Prona ndodhet në territorin malazez dhe çështja përfshin interesa publike ndaj vendimit për të mos shqyrtuar kontratën nga gjykatat vendore u vlerësua si shkelje të drejtës për qasje në gjykatë. Çfarë rrezikon Mali i Zi? Në arbitrazhin ndërkombëtar që vijon në Londër, kompania pretendon dëmshpërblime të mëdha që kapin shifra në 10 miliona euro për prishjen e kontratës. Nëse gjykatat malazeze tani e trajtojnë këtë çështje në mënyrë të pavarur, ekziston mundësia që padia në arbitrazh të zbehet ose të mbrohet më mirë pozicioni shtetëror. Por nëse gjykatat vendore dështojnë të trajtojnë çështjen me profesionalizëm dhe transparencë, Mali i Zi rrezikon një humbje të rëndë financiare dhe imazhi në sy të investitorëve ndërkombëtar. Konteksti gjeopolitik. Ky konflikt ndodh në një moment delikat për Malin e Zi, i cili është në fazën e fundit të negociatave për anëtarësim në BE, ku sundimi i ligjit dhe transparenca në trajtimin e kontratave publike janë prioritete absolute. Rasti Zveti Stefan është një test serioz për sistemin gjyqësor malazez dhe pavarësinë e tij nga ndikimet politike dhe ekonomike. Rasti Zveti Stefan është shumë më tepër se një konflikt pronësor. Ai është një pasqyrë përplasjes midis interesave të kapitalit të huaj dhe sovranitetit ekonomik, një dëshmi e dobësive të sistemit gjyqësor në rajon dhe një provë vërtet për trajtimin e marrëveshjeve ndërkombëtare nga shtetet e vogla ballkanike. Nëse Mali i Zi fiton këtë betejë në gjykatat e veta, do të jetë një mesazh se shteti ligjor mund të funksionojë, por nëse dështon, pasoja do të ndihen shumë edhe përtej brigjeve të Adriatikut. Kryeministri Edi Rama po vazhdon pazaret për të ndërtuar kulla në hapësirat pronë-shtetërore rreth godinës së kadastrës në Tiranë, duke përdorur korporatën shqiptare të investimeve të drejtuar nga Elira Kokona, firmosësja e grabitjes së pasurive publike. Një prej këtyre pazareve është rishpallur me njoftim numër 47 fraksion 4 datë 30 janar 2026 të korporatës së investimeve me thirrje drejtuar subjekteve investuese për zhvillimin dhe menaxhimin e godinës qendrore të kadastrës nëpërmjet sipërmarrjes private të projektit Lift Tower. Pas projektit ashtu quajtur rihetëzim të godinës së kadastrës, fshihet durimi i truallit rreth kadastrës për ndërtimin e një kompleksi me 3 kulla nga 40 kate mbi tokë dhe 7 kate nën tokë. Kullat do të përdoren për banim, zyra, ambiente tregtare, hotel, rezidencë studentore dhe parkime, ku 100% e sipërfaqeve të banimit, 60% e sipërfaqeve tregtare, si edhe zyra e parkime nëntoksore do t'i marrë firma private. Ndërsa shteti, si pronar i trullit, do të marrë vetëm 40% e sipërfaqeve tregtare, zyra dhe parkime, ku përfshihen edhe zyrat e reja të kadastrës së përgjithshme. Kjo është shpallja e 5 që Edi Rama dhe Elira Kokona e korporatës së investimeve i bëjnë projektit të kadastrës në kulla pas 4 shpalljeve të mëparshme të bëra në nëntor 2024, janar 2025, maj 2026 dhe shtator 2025. Me shpalljen e datës 30 janar 2026, afati i aplikimit është deri më 5 mars 2026. Përsëritja 5 herë shpalljes për kullat e kadastra ka ndodhur sepse Edi Rama nuk ka rënë në ujdi me pronarët e kompanive që kanë aplikuar për të investuar dhe ndërtuar në këtë projekt, pasi privatëve u ka kërkuar pazare jashtë marrëveshjes së paracaktuar zyrtarisht. Sipas informacionit, në shpalljet e para që i bëri korporata, interes për projektin e kullave të kadastra shfaqën kompanit Edil Al-It, DK Construction One Corp dhe Alco Impex, por të 3 procedurat u anulluan me urdhër të Edi Ramës në pretekstin e ofertave të paleverdisshme. Deri më tani janë përzgjedhur projektet e bashkimit të 6 studiove private, Bauku Studio Associate, Moto & Sam Chermayeff Office, Yellow Office, Ballinger Gochman, Atmos Lab Simoy Bodwin dhe Archimede, pas logove të cilave qëndrojnë miqt arkitekt të Edi Ramës. Në shkeljet ligjit Edi Rama e ka përfshirë këto studio si nën kontraktor, duke i cilësuar si nën kontraktor të emëruar nga korporata, ndërkohë që në fakt ato do të jenë përfituese direkte në kulla nga sipërfaqet që i takojnë shtetit dhe nga pjesa e sipërfaqeve që i takojnë subjekteve private. Hetimet agresive të SPAK-ut ndaj qeverisë së Edi Ramës nuk kanë qenë asnjëherë të përqendruara te personat veçantë. Nëse shohim me vëmendje historikun e operacioneve të mëdha ndaj mazhorancës, konstatojmë se kemi të bëjmë me një zinxhir çështjesh, apo më saktë me përgjegjësi politike ndaj zgjidhjeve që ka ndërmarrë kreu i mazhorancës. Rënia e Sajmir Tahirit ishte një operacion ndërkombëtar kundër kanabizimit, i cili u ideua politikisht nga vetë Edi Rama. Tahiri, siç e tregoi koha, ishte një kurban i Edi Ramës përballë ndëshkimit ndërkombëtar për kanabizimin e vendit. Më pas erdhi politika e monopolizimit kontratave publike në pak duar, të ashtu quajturat PPP, ku ishin ndërkombëtarët ata që e rrëzuan këtë politikë dhe kërkuan që qeveria shqiptare të tërhiqej. Viktima apo sakrifica e radhës ishte Ilir Beqja. Pas Beqjes u godit Arben Ahmetaj, të cilin Edi Rama e shpalli armik pasi e kishte përdorur si ndërmjetës me Ilir Metën.
Sot Tigri mbetet i vetmi ish bashkëpunëtor që për mirë apo për keq i ka dalë përballë drejt për drejt Bablokut përmes denoncimeve të bëra në SPAK. Ahmetaj është i vetmi që denoncimet nuk i ka marrë nga opozita, por nga qarqe të vetë mazhorancës. Më pas radha ishte Erion Veliajt, i cili gjithashtu mori goditjen fillestare nga denoncimet e opozitës në lidhje me politikat qeveritare si incineratorët dhe kontratat publike për ndërtimin e kullave, ku në fakt kryebashkiaku ka rol formal pasi firmat reale i hedh kreu i qeverisë. Tani radha ishte Belinda Ballukut, një situatë ku Edi Rama si ka mbetur hala në gryk. Si për shkak të karakterit të zvendës kryeministres, e cila ja ka përplasur realitetin në fytyrë që në fillim, ashtu edhe nga frika se tashmë hetimet po i afrohen atij i vet. Megjithatë, gjithë kjo situatë ishte e parashikueshme, madje plotësisht e parashikueshme. I gjendur përballë morisë së denoncimeve në SPAK nga opozita për politikat e ndjekura nga qeveria, Edi Rama nuk bëri betejë politike, nuk i përballi ato, por si frikacak nxori përpara trupat e shokëve të tij, dhe kur i hap gropën tjetrit, një ditë ajo grop edhe më e madhe hapet për ty siç po i hapet sot kryeministrit. Sikur Edi Rama të dilte vetë përballë, jo thjesht për të mbrojtur bashkëpunëtorët e tij, por për të shpjeguar dhe mbrojtur politikat e qeverisë që në fundit i kanë hartuar bashk, qoftë për tolerimin e kanabizimit, qoftë për sterilizimet, incineratorët, rindërtimin, kontratat e rrugëve e të tjera, sot situata do të ishte krejt ndryshe. Do të kishim një mazhorancë që del me gjoks për të mbrojtur eksponentët e vet e jo një kryeministër që sakrifikon miqt më të afërt për të shpëtuar veten dhe për të ngjitur shkallët e fundit të piramidës së pushtetit. Dhe ashtu si në rënimin e majave të antikitetit që flionin fëmijët e tyre për piramidat e gjakut, edhe kjo piramidë po shembet nën peshën e një force të madhe, e cila mbart brenda jo vetëm drejtësinë, por edhe një hak të akumuluar, që herët avon kërkon larje madje më keq se ndaj vet viktimave.